Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, pas përfundimit të ndarjes së mirënjohjes, heroi i heshtur veprimtarit Azgan Haklaj, në pyetjen e gazetarëve për raportin me kryetarin e Aleancës për shqiptarët Ziadin Sela, theksoi se janë në komunikim të përditshëm dhe bashkëveprojnë. Zoti Sela është pjesë e analizave bashkë me mua dhe këto slogane unë ndëgjoj që nga përfundimi i zgjedhjeve 2024, sot ikin 3 deputet nga BDI-ja, nesër 2 do ikin nga fronti, thot unë me legjenda të tilla nuk merrem, me zotin Ziadin Sela jam në kontakt të përditshëm dhe është në rrjedhë ashtu siç jam unë. Ndërsa i pyetur në lidhje me Arben Taravarin, Ahmeti ka theksuar se nuk ka komunikim me të, por vetëm se është dëgjuar një herë në telefon. Nuk është e vërtetë, ashtu siç e ka pohuar edhe zoti Taravari, kam patur një bisedë të shkurtër telefonike, asgjë më tepër. Jam si Bashkim Demokratik për Integrim, duke i përcjell të gjitha zhvillimet, jo unë personalisht, por ekipe të Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse unë kam detyrime ndaj platformës, ndaj programit, ndaj angazhimeve që më kanë caktuar organet e partisë për të zbatuar, për të materializuar platformën, programin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Me rëndësi është që politika shqiptare të jetë konstruktive në Maqedoninë e Veriut, të jetë ndërtuar mirë, qëndrimet e Bashkimit Demokratik për Integrim jo një herë i kam publikuar që me angazhimin e partive politike në vlen në ekzekutivin e Republikës së Maqedonisë së Veriut e kanë devalvuar dhe poshtruar shqiptarët e Republikës së Maqedonisë. Thirrje në vazhdimsi u kemi bërë që të braktisin institucionet, të mos bëhen pjesë poshtrimit të shqiptarëve, mos jenë pjesë e devalvimit të shqiptarëve, sa më parë që e kuptojnë të gjithë këtë, si duket nga gjitha zhvillimet dhe raportet që më vinë, zoti Taravari ka kuptuar që pozitat e shqiptarëve në ekzekutivin e Republikës së Maqedonisë, përveç se një argat dhe çka u thuhet agaj, atë bojnë, si duket e ka kuptuar më herët. Uroj që edhe të tjerët ta kuptojnë, jo një herë e kemi konfirmuar, ne nuk zaventësojmë asnjë subjekt shqiptar në qeveri të Republikës së Maqedonisë, ne jemi për të zgjedhje të parakoshme, të jashtëzakonshme, bashkë me ata lokalet, për shumë arsye.